të konstatu se cila nga palët ka të drejtë sa i përket procedimit të buxhetit të shtetit, njëset e kushtetutës janë të ndomë sa përket këtyre dispozitave, por nuk kemi një praktike cila e përjashton një veprimtari të tillë në të kaluamën dhe mendohet që mund të kishte funksionu, po fakti që është acaruar shumë situata për gjitha palëve, nuk kam shpresë që mund të ketë ndonjë marrëveshje ose të ndryshe, palët nuk mirën vesh për asgjë. Po, dhe në këto kushte, në një seancë bosh, Glau Konjuca nuk do të siguroj 61 vota për të formuar qeverinë dhe me gjas Kosova shkon në zgjedhje të reja, por çfarë rreziqesh ose çfarë mund të sjellë një vendim i tillë për stabilitetin politik por edhe ekonomik të vendit? Bruna, neve kem pas një vizitë të rëndësishme dje në vendin tonë, ka qenë shefi i diplomacisë gjermane, pas një periudhë të gjatë kohore ku kryeqyteti i vendit nuk është vizituar nga mbështetës të tillë, apo thonë ndryshe ka qenë totalisht i injoruar. Dhe i njëjti bëri thirrje që të ketë një qeveri sa më shpejt, e cila të jetë aftë për të hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare, zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe kërkesa e tyre e vazhdueshme, e cila është që disa vite edhe fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shoqërinë serbe. Tash, nëse e shohim në kuptimin e pyetjes tuaj, normal që vendi tashmë ka humbur shumë për këto muaj të cilat kanë qenë muaj të veprimtarisë politike të pakuptim, se në rrafshin politik, në rrafshin financiar, po edhe në rrafshin e mirëbesimit nga faktorët vendor mes vete, s'ka mirëbesim fare, po edhe është humbë besimi i aktorëve ndërkombëtar në pjekurinë e skenës politike të Kosovës, ku në të kaluamën ishim ndoshta shembull në rajon. Po. Ndërkaq, rolin e presidentes Osmani në këtë situatë si e vlerësoni? A ka vepruar ajo në përputhje me kushtetutën dhe praktikat parlamentare? Kosova prej vitit 2014 ka hyrë në një cikël të interpretimeve të gjykatës kushtetuese nëpërmjet gjykimeve të veta, sa i përket konstituimit të këtyre organeve vitale, kryesisë dhe kryetarit kuvendit, po edhe mënyrës dhe kujt i takon mandati për formimin e qeverisë. Tash nëse shohim në kuptimin e interpretimit të ngushtë